hudhet në det. Momentin që hudhet, një për krijesave të Allahut, dhe një balinë e madhe e galltitën veten e tij. Ku qëndroi aty në një farë errësire, në një farë tmeri, boll është tmeri se ku ke përfunduar barkun e çfarë krijese, do thonë aromë një e shishme hiç. Errësira, do thonë, është errësia e balenës. Zgjidhja nuk e di se ki idenë çka moshë. Përfundimi nuk parashihet që është i mirë. Është errësira e balenës brenda terr. Errësira e detës se ka përfunduar, pastaj e balenë ka shkuar në fund detit ka qëndruar. A deti zakonisht fella është errët është. Edhe errësira e natës. Terr në ta natë. Errësi mbi errësirë. Subhanallahu thot, Yunus ka dëgjuar disa zëna prej gjallënesave të detit. Se këto është tesbihu, që e bëjnë krijesat për Allahun, i kujtohet. Në moment të unë bëjt tesbih, se çfarë situate jam, dua do të më bë. Edhe përmend atë lutjen e famshme që Allah e ka regjistruar në Kur'an deri ditë kiametit. O Zot, s'ka Zot tjetër përveç Teje. Ti i madhnum, ti i pastër për çdo se. Unë i kam pas zullum vetes. Këtë za ishte za i njofshëm për melekët, për banullët, për nërët e qiellit. Do Zoti më të kenë dëgjuar një zat më herë dhe kena një dopt është duke unë dëgjuar. Thotë është dikush shka të kërku ndihmën tënde. Dhe Allah Azza e shpëton dhe thotë në Kur'an, po të mos bënte tesbih, Yunusi do të çndronte në barkun e bene deri në ditën e kiametit.